Me lejoni të ndaj një rast të ditëve të fundit, ku një familje më telefonoi nga zona ime elektorale, e ka fëmin me aftësi të kufizuara dhe gjej momentin për të bërë një thirrje përtej partive, përtej politikës. Kjo është një thirrje shumë shpirtërore si nën në radhë të parë. E dini se çfarë do të thotë kur shikon gjyshën e tij me lot në sy, nënën e tij me lot në sy, ku kërkon ndihmë dhe kërkon shpresë nga shteti dhe askush nuk i përgjigjet për fëmin i cili do duhet që në një vend normal të krijoheshin politika sociale për fëmijët me aftësi të kufizuar, për njerëzit në nevojë. Kanë nevojë këta njerëz për të kthyer syt pikërisht. Dhe nëse ka diçka që do duhet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, gjëja e parë që do duhet të bëjë Partia Demokratike është pikërisht të merret me fëmijët dhe me njerëzit në nevojë. Ju nuk e keni idenë se çfarë trishtimi është të shkosh dhe të shikosh çdo ditë këta njerëz të cilët përveç se nuk gjejnë dot zgjidhje, nuk e përballojnë dot me anën ekonomike, sepse pensionet dhe rrogat janë rroga qesharake realisht, por nga ana tjetër shteti nuk ka bërë dhe nuk ka pasur asnjëherë fokus dhe plan konkret për t'i ndihmuar këta qytetarë.